Zoti Zhorgo, tash përveç këtyre veshjeve që i kemi vesh, po i shfrytëzojmë edhe pajisjet që i ka poligoni Reload, pra këtu në këtë moment ku jena nën përcjelljen e instruktorëve të poligonit Reload, apo na tregon pak a shumë, tu thash edhe përmes këtij pjesës, pra kësaj pjese që e bajna në realizimin e kësaj pjese, edhe me mysafirë të tjerë, por edhe me juve, si ushtarë shtrisht lëndtarë të Kosovës, është qëllimi për me po atë ndjenjën e juaj që i gëzoni pra me armët, edhe është ndjenja e njëjtë, sikur pas para rreth 3 dekada që e keni marrë armët e para, që ju kanë shfrytzuar në atë kohë për mbjetesë, për na tregu pak a shumë ndjenjën që keni edhe sot. Po është një ndjenjë veçantë që kur hymë në poligone të tilla, do të thonë kujtojmë luftën e ushtrisë lirëtare të Kosovës, kujtojmë shokët tonë që i kemi furnizuar me armatim, dhe në këtë rast nuk mundën me ne pa e kujtue njeriu më të fuqishëm, njeriu i cili na ka furnizuar dhe na ka pajis me armatim generalin Kudusilame, i cili ka qenë një ndër shtyllat kryesore të luftës ushtrisë lirëtare të Kosovës, si me teknikën ushtarake jashtë dhe me instruksionet dhe me luftimet e tina drejt për drejti që na ka udhëzuar në këtë luftë për çlirimin e vendit. Prandaj edhe kjo është një ndjenjë e veçantë, domethënë një kujtim i veçantë, dhe unë edhe me këtë rast kisha apeluar edhe te shteti i Kosovës, te çdo qeveri që vjen, që gjithë ushtarët e ushtrisë lirëtare të Kosovës të furnizojnë me lejet e armatimit dhe me armë, e një ashtu edhe t'ja u mundëson që ata të paktën në 3 muaj apo në 6 muaj të kenë mundësinë, domethënë të shkojnë nëpër poligone, domethënë me mbështetjen e shtetit që ata të kujtojnë edhe luftën e tyre, po edhe të gjujnë me armë në shej respekti për ta që në kohët më të vështira ata kanë mbartën armë dhe me ato armë kanë çliruar këtë vend. Armën e fundit e përmendet atë armën që e marrët si trofe, pra nga Armiko, që u dhuroi pa ABEA, po armën e parë atë kujtohet cilën e keni pasë edhe... Arma e parë ka qenë në Kallashnikovi, po mendoj në luftën e ushtrisë lirëtare të Kosovës, armë të parë për herë të parë kam prek me dorë pej babas tim, i cili ka posedu në mënyrë ilegale një M48 edhe një TT. Dhe më thonë, kam qenë shumë fëmijë atëherë, kur unë kam pa armën për herë të parë. Dhe më thonë, kurse të një bashkëfshatari yni për herë të parë, unë dikun 3-14 vjeçar kam gjujt në fshat, në atë fshat ku më vonë ka qenë bazë ushtrisë lirëtare të Kosovës me një llovaçk, të cilën ai e kishte ble në Shkup dhe e kishte qua atje, dhe në vizitën verore kur shkonim në fshat, për arsye se unë kam qenë edhe në atë kohë një temperament, kështu edhe më ka dhënë dhe kum gjujt për herë të parë aty. Kështu që për herë të parë kum gjujt me llovaçk, për herë të dytë kum pa armën e babas tim M48 dhe TT-n, kurse në tropoj jemi furnizuar me Kalashnikov, po natyrisht që unë kum posedu armë edhe më herët se të kyqem në ushtrinë lirëtare të Kosovës, domethënë në ushtrimet e ndryshme që kemi pasën, domethënë në vende të ndryshme. Nuk e di që shke qenë me shenjë atëherë si fëmijë me atë llovaçkën që e përmene, edhe gjatë rrugtimit tuaj në ushtrinë lirëtare të Kosovës, mirë po tash do ta shikojmë përmes këtij xhirimi, këtij rasti këtu në poligon që ta shohim a kia gëzon alat shënjestër apo Nuk po them se kam qenë shënju si mirë, po tani po e provojmë. Rregull, hajde atëherë. Faleminderit. Ja ku e ke armën. Faleminderit. Qështu do ndjenja, zoti Zhorgo? Edhe qysh ke me shënjestër? Jo mirë.
Jo që ju shduone, po prap mirë. Nështë me orë pak ma shpesh. Se kjo po dëshmon që s'kum gjujtën ma frek. Kjo është nështë që the edhe ti nështë me orë pak ma shpesh, kthehet që njësra që ka qenë dikur. Po për ata thash se shteti duhet më na i siguru armët, dhe më na dhot paktën më na i dhon lejen, dhe jo më na i mor armët, se na në fundit dimi ku mi përdor dhe kur mi përdor. Dhe unë mendoj se Kosova duhet ta bën një metodë të ushtarëve, ushtarakëve, që t'i mojnë armë, ashtu që është në Zvicër, ose në Amerikë. Natyrisht, ata që i keqpërdorin dhe që nuk bojnë mirëmbajtjen e armëve, natyrisht se pastaj i mirët si pas ligjet. Pse po mu i ka një qytetar në Amerikë me majtë armën e zban me majtë na ku na rreth e komi me armeq. Unë jam jethtar i armëve me leje në mos. Me pas kontrol shtetin, absolutisht edhe shteti ka kontrollin. Dhe me thë ushtarakët dhe ushtarët zvicran armë të i majnë në shpe. Kjo është edhe ideja dhe fushatas që bëhet zakonisht edhe prej vetë policisë Kosovës, e cilë thonë që armë pa leje, mu legalizu edhe me pas kontrol shtetit e cila të kush i posedon, pra cilat dur, cili personi posedon ato armë. Absolutisht, po kjo pastaj ty të ban mi pas në kontroll krejt. Dhe atëherë vi une me armën tejme këtu edhe bëj gjujtjen. Dhe për sa kohë mendon që pastaj e përmirëson shënjestrën? Unë besoj se me ne edhe një 2-3 orë këto. Nuk unë vinë shumë. Zoti Zharkon, falenderoj shumë për filmin e për pjesën e gjujtjes këtu në poligonin Reload dhe të uroj gjithat mira. Falenderoj edhe juve. Falenderoj shumë. Respekt. Falenderoj, instruktor. Falenderoj shumë. Falenderoj.